Strijat në shtatzani, siç e shihni te pjesa barkut nuk kam asnjë lloj strije. Jam kurioze me dita keni pas strija në shtatzani. Në shtatzanin e parë nuk kam pas strija askund. Në shtatzanin e dytë, vajza duhet mu ly sa më shumë. Shtatzanin e dytë ja kam var pak. Barkut jo. Por te kjo pjesa belit, këtu më kanë vazhdu strija. Me ja thon drejtën, nuk më pëlqejnë, nuk besoj që ka nevojë se që i pëlqejnë. Dhe unë kam menu për me i ba me laser, do më thonë mas shtatzanis kam për t'i ba me laser. Më ka shtisht menim, por jam shumë e vendos, nuk e di sa funksionon. Ju që i keni provu, ju ka funksionu, do më thonë, pjesa laserit për me hek strijat. Duke se nuk ashtë për me hek krejt, ndihmon në largimin e tyne. Më shumë e gëzume që nuk më ka dal në barg asnjë, sepse kujdesem shumë. Kujdesem edhe për pjesën mrapa, dërsa ko, por jo që është në fillim. Thojnë që ose nuk të dalin shtatzanin e parë, shtatzanin e dytë, e mrapa nuk dalin. Po ja tregojon, është rren. Nëse ju e keni provu pjesën e laserit, jam kurioze me ditë ku e keni ba, për ju që ju ka funksionu mirë. Dhe kisha dashur me pa eksperiencën tuaj nëse e keni provu, domethënë si ka funksionu te ju. Jam shumë kurioze me ditë si që është. Kaq kisha, më tregoni eksperiencën tuaj të laserit për strija.